Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e fundit të këtij emisioni për të folur për një shfaqje shumë të këndshme, e cila si qëllim nuk ka vetëm të të bërit art, por më shumë se sa kaq. Në fakt, eventet që kanë për qëllim edhe bamirësi, nuk është hera e parë që producenti Auri Kuçi i vën në jetë. Mirë se erdhe në studio. Se gjeta. Kënaqësi të kem këtu për të folur për Martën. Për të fortën Marta. Shfaqje e cila u vendos në 24 nëntor të 2 dhe 23. 2 net, po. Ka qenë java e fundit e nëntorit, por që ashtu sikurse dhe ishte shprehur në media, Marta do të rikthehet apo jo? Po, do të rikthehet me datë 21 të këtij muaji deri me datë 28 tek teatri eksperimental. 25-a akoma nuk e kemi vendosur do jemi apo jo, pasi me datë 25 do jemi të gjithë te spitali pediatrik në QSUT. Sepse Marta nuk u dha rastësisht vetëm 2 ditë, ishte përpost Martës si mesazh për femrën shqiptare. Doja shumë të bëja lidhjen që femra shqiptare në gjithë metamorfozën e vet të shndrimit shpirtëror gjatë kohës, po themi nga diktatura sot, prapë është ajo femra aq shumë e fortë që edhe nëpërmjet artit, i cili për 1 miliard arsye edhe është përçudnuar pak në këto 26 vite demokraci, prap kujdeset për fëmijët, prap gjen një formë për të qenë pranë dhe për të thënë që në finale nëna shqiptare është mësuar që të jetë gjithmonë ajo që sakrifikon. Po në këtë rast, sakrifica ishte nëpërmjet artit, edhe ne në spitalin kardiologjik në QSUT, në pediatrin domethënë, kemi bërë një sallë pritje, e cila është surprizë, dhe është shohim me datë 25. Okej, pra në dhe sigurisht, po, dhe patjetër më shumë, unë kam disa vite që e bëj. Ideja është e kalimit të festave me fëmijët që do i kalojnë festat në spital. Unë kam provuar vetë, që do të thotë, dhe realisht është një emocion që mbetet gjatë në memorien si fillim të prindërve, po edhe të fëmijëve. Sepse në finale këto festat prandaj janë kaq shumë të bukura, sepse presupozohet që të marrësh dhe të japësh dashuri pa në mënyrë natyrale, domethënë, jo me dhunë. Gjithashtu është një çik është bërë pak klishe që njerëzit kujtohen për të bërë mirë vetëm për festa. Është dhe kjo? Patjetër. Personalisht nuk më përket si gjendje, pasi unë e besoj fort që Marta është një dhënie dashurie për gruan, e besoj fort që edhe nëpërmjet biznesit që unë kam, që është parfumeria, është një lloj dashurie për njerëzit për të gjetur veten, edhe unë e besoj fort që njeriu zgjedh të jetë i lumtur. Kështu që pra shkollë sa festat janë bërë pra klishe që duhet të jenë të gjithë të dashurohemi, të duhemi, të përqafohemi, të dhurojmë, qoftë edhe materialisht, zgjodhëm që Marta ta jepte kontributin e saj si nëna shqiptare, nëpërmjet të gjithë miqve, të cilët unë i falenderoj pafund, edhe është diseta herë që besoj fort atë shprehjen që kush ka miq ka një thesar. Dhe me datë 25 për në orën 10, ta them këtë dhe pastaj dajmë të Marta, do jemi të gjithë në spitalin kardiologjik, në pediatrin, në 2 godinat. Unë kam bërë edhe një surprizë me disa personazhe për fëmijët atje, ai s'do them më shumë. Dhe kushdo është i lutur të vijë që të argëtohemi të gjithë, jo domosdoshmërisht me idenë për të cilë diçka, sepse besoj që dashuria është ajo që nuk kushton, ama vjen të kthehet mbrapa. Edhe një nga arsyet, unë jam kujdesur edhe për fëmijë të tjerë në nevojë, qoftë dashurie, qoftë edhe shëndetësore, por zgjodha spitalin e QSUT-s sepse e besoj fort për dhënë një mesazh sensibilizimi që ai është një spital që na përket të gjithëve. Uroj që askush nga ne mos ta shikoj asnjëherë atë derë, po do isha shumë naive dhe do ishim naiv mos ta besonim, sepse njeriu sigurisht në ciklin e vet e ka edhe këtë është pjesë, domethënë. Absolutisht. Kështu që hajde bëhemi të gjithë bashkë për të investuar tek një gjë që është e jona, na përket të gjithëve.
Sigurisht është çështje prioritetesh dhe nëse i ndajmë të gjitha nuk ka një gjë më të mirë apo një gjë më të keqe, secila ka problematikën e vet. Ama të ndërtuarit një ambient ose më mirë dëshira për të bërë një spital që të paktën të heqim çika ato ankthën e të qenit spital, se asnjë nuk shkon për qef. Kjo është një detyrë që na përket të gjithëve, për më tepër për fëmijët. Dhe unë besoj fort që na përket të gjithëve dhe hajde dalim çik nga ajo dëshira dhe statuset nëpër rrjetet sociale apo nëpër tavolina, po të shkojmë më tutje, thjesht duke dhënë një vëmendje, e kupton sepse s'na kushton asgjë. Nuk na kushton asgjë dhe është jeta jonë. Domethënë, Marta nuk e kam bërë unë. Marta s'është e imja, aktivitetet që unë kam bërë gjatë gjithë kohës dhe po bëj nuk janë të mijat, janë të tonat. Dhe do doja shumë që të zhvisesha një herë mirë nga meritat, dhe e tham shumë seriozisht këtë, unë mund të kem meritën që i bëj bashkë misht, i thrasë që hajde bëjmë këtë gjën, po kjo është një merit e gjithve neve, grupi punës është shumë i rëndësishëm, edhe kjo duhet shkojë në vala më të gjata, që njerëzit jashtë mos jenë më kaq depresiv, mos jenë më kaq pesimist, mos jenë më me fjalën e shëmtuar në gojë, sepse nëse ne jemi me errësirë, sigurisht që nuk japim dot dritë. Kjo është mesazhi i gjithë. Më pëlqen shumë e gjithë pozitiviteti që të bëron për së brëndshmi. Dhe unë jo më kohë të thashë në nisje që nuk është hera e parë që Ori merr përsipër të realizoj të tilla grupime mes mish dhe ndër të tjera qëllimi nuk është as monetar dhe nuk është as për famë, as për publicitet, sepse duhet thënë që Marta në fakt nuk u promovua as pak nëpër media. Jo, në fakt unë e zgjodha vetë këtë gjën, edhe biles kam patur edhe një çik debate, në thonjza, edhe me miqt që e bëm bashkë, sepse duke patur parasysh që unë isha producentja, ne respektojmë shumë hierarkinë në grupin tonë të punës, dhe sigurisht kjo ishte një gjë që më përkiste mua. Edhe i them Randit Soilit, i cili është regjisori dhe autori Martës, i them shika, unë nuk do e bëj këtë gjë nëpër media, sepse për aq kohë sa Marta do jepet vetëm 2 ditë dhe ka një qasje edhe filantropie, pasi se Marta në vetvete është një shuplak shumë e madhe për të gjithë komunitetin. Dua të shoh kush janë këta miqt, dua të shoh elitën e këtij qyteti, e cila përpos gjithë deklaratave dhe formave që gjejmë qoftë në media vizive ashtu dhe të shkruar, janë kaq shumë të indinjuar që gjërat nuk shkojnë mirë. Kush janë këta njerëzit, hajde t'i vëmë në sit, ta dim që edhe kur bëjmë disa gjëra, e kupton, ka ca njerëz që vërtet e duan këtë gjën në prekje, jo vetëm në thënie dhe për show. Kishte kështu njerëzish? Kemi, për fat mirë kemi. Kemi absolutisht po. Marta gjithashtu ka qenë në momentin e parë që erdhën, sigurisht më shumë nga rrjetet e mia sociale tipit Facebook dhe Instagram, unë nuk kam dhënë her pas here nga një frazë ose foto dhe ishim bërë shumë kurioz. Plus, duke qenë se unë në rrjetin tim të miqve karakterizohem si një vajzë rebele dhe kurajoze, dhe kishin këtë kuriozitetin çfarë është kjo Marta, se të di po, çfarë po bën kjo këtë. Do me thënë kjo pjesa intriguese funksionoi, po, bëri punë. Duke qenë se unë e dija shumë mirë që Marta dhe e di shumë mirë që Marta do diskutohet shumë gjatë dhe për këtë jam e sigurt, jo në kontekstin e meritës së grupit punës, se sa në vërtetësinë e mesazhit që çonte firma shqiptare. Më falë, ashtu ndodhi, do me thënë të nesërmen dhe vazhdojnë dhe sot e kësaj dite firmat që kanë qenë aty dhe jo vetëm edhe meshkujt, sepse Marta është një gjë që të vjen merr kohën e vet për të ardhur në sistemin trunor të një njeriu. Do me thënë nuk është një dramë apo një komedi që ti shkon, qesh, argëtohesh dhe mbaron aty. Do me thënë të gjithë bumerangun e ka mbas disa ditësh, sepse ti fillon të realizon. Po, sepse të gjitha firmat shqiptare gjejnë Martën aty brenda. Unë doja të pyesja, meqense kemi kaluar për fat keq
një 2 javë të mira me lajme të tmerrshme, të humbje jetësh, dhune e jo vetëm. Dhe kam përkuar dhe me këto ditët e luftës së dhunës kundër gruas. Nesër është dita e drejtave të njeriut. Do me thënë, jemi pak nga të gjitha. Qëllimi kryesor i martës ka qenë gruaja, ka qenë mesazhi, ka qenë një formë lufte drejtuar kësaj pjese, apo ka qenë bamirësia? Jo, kanë qenë të dyja bashkë. Nuk i ndajmë dot, do me thënë. Jo, sepse këtë thash, Marta, tani do fles pak për Marta. Marta është femra shqiptare, dhe treguesi i metamorfozës shpirtërore të saj nga sistemi diktatorial deri në ditën e sotme. Dhe këtu më lejoni që ta zhvesh komplet pjesën nga pjesa politike, në sensin jo enveri, po ajo është një pjesë historie të cilën ne nuk duhet ta harrojmë, nuk e harrojmë dot, edhe po të duam, sepse sot në forma të ndryshme ne po përjetojmë të gjithë përçudlimin shpirtëror që i është bërë njeriu në atë kohë. Dhe mesazhi i Martës për njerëzit, në fakt unë doja delegoja më shumë meshkujve se sa femrës, pikërisht në kontekstin e të gjithë këtyre fushatave, dhunës ndaj gruas, dhunës ndaj fëmijës, jetimores, burgut grave, e tjerë, të cilat janë bërë bashkë dhe nëpërmjet Martës, mesazhi kryesor është që gruaja është shtylla kurrizore e një shoqërie, sepse gruaja e bën edhe atë djalin, që nesër do bëhet një burr. Ne kemi përgjegjësinë tonë për mos të ndërtuar më një shoqëri maskiliste, sepse ne nënat jemi të predispozuara që fëmijët i japim një çik më shumë të drejta se vajzave. Ne jemi ato që nëse jemi sa të brishta, aq edhe koha ka dhënë dhe vazhdon të tregoj që mund të bëjmë edhe gjëra burrash në thonjza për sa i përket mendësisë, Dhe mesazhi është që hajde ta duam këtë grua. Hajde futemi brenda zemrës së saj, edhe kjo gruaja, siç është gruaja partnerja, është edhe motra e dikujt, është nëna e dikujt, dhe mbi të gjitha është nëna e fëmisë tënd. Hajde japim dashuri, sepse ka një proces që gruaja për më tepër shqiptare, femra, kalon nga ajo vajza e bukur, edhe mirë dhe dashur, shtëpiake, pastërtore, që kujdeset për gjellën në çdo drek e tjerë. Në momentin që bëhet edhe nën, do të thënë harron gjën e vet primare, që është feminiliteti, që është femra, që është vetja. Dhe kjo është prap, unë ja delegoj si faj në thonjza, si proces prap grua, sepse unë kam një partner në shtëpi, jam nën, kam edhe një biznes, po ndërkohë partneri im nuk mund të harroj që, ose më mirë, unë nuk mund të jap atij një orë që ai nuk njeh më. Do me thënë, ne justifikohemi në qik me iden jam nën tani edhe u kry procesi. Ose ka shumë femra që kategorizohen të pjesa u martuan, e kupton, dhe mbaroj jeta. Dhe kjo shkon prap të pjesa që neve kemi arruar të jemi femra, ne kemi arruar feminitetin ton, vajzat për hir, këtu keni dhe një qik faj ju si media, keni ndërtuar ca imazhe që puna i bëni edhe adoleshentët me probleme, do me thënë duhet veshin se s'bën gjëra të firmosura dhe ku diun çfarë, do me thënë për që janë perfekt, dhe është harruar qetësia, është harruar ëmbëlsia, është harruar gjitha kjo. Dhe Marta këtë shuplak e jep në moshën e saj 63 vjeçare. Mbas 40 vjetësh burgosje të vetes vet. Dhe Marta vjen nëpërmjet një magjie e cilën vetëm teatri e lejon, bën një luftë me alter egon e vet, pra me Martën e re, të cilën e nxjerr nga fuqia pas 20 vjetësh, dhe vetja i kërkon llogari vetes që si mundet ti për hir të zgjedhjeve që u detyrove të bëje, të më burgosje mua, e kupton? Do me thënë, është një mesazh sa drithërues, aq edhe i fortë, dhe do ishte shumë hipokritet mendonim që kjo nuk na përket neve. Unë jam Marta, ti je Marta, mama tona janë Marta, shpresojmë që vajzat tona mos ta kenë këtë fat, dhe kjo është detyra e brezit ton më e madhja, do me thënë, për ta
për ta Mua po më thonë që titrat sa po mbaruan. Okej. Po. Unë kam të problemin që mjafton një pyetje dhe flasë. Në fakt kisha menduar dhe shumë të tjera, por që kam përshtypjen që e përgjithshme u nda nga kjo studio. Falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha iniciativat të veçanta që merr përsipër për të realizuar dhe që i vë në jetë me shumë këmbgulje. Faleminderit gjithëve, edhe faleminderit dhe ty që edhe pse kanë mbaruar titrat vazhdon dhe e kesh me dashur, kesh me qeshur edhe faleminderit. Dhe festat të mbaras bashkë me Marta. Faleminderit edhe juve. Të mirat. Me orin kemi përfunduar jo vetëm sot, po gjithë javën, sepse do të ndahemi për 2 ditë, kemi të shtunën e të dielën përpara, do shihemi sërish ditën e hënë orën 11. Ju uroj kaloni bukur fundjavën. Takohemi të hënën.